Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të komentuar pak Gjeneta Fetaun. Gjeneta Fetau, do s'do, do me thënë nga eksperienca e jetës, nga eksperienca e gjërave që bën, është duke dëshmuar se është nëna e klikimeve. Pse them që është nëna e klikimeve? Sepse Gjeneta është një vajzë transparente, është një vajzë drejt për drejt dhe nuk i trëmbet të fare ballafaqimit. Do me thënë gjithçka që ajo dëshiron të sjellën tek publiku, gjithçka që ajo dëshiron të bën tek publiku, me të qenurit se është fytyrë publike, ka përzgjedhur dhe debatet e saj apo hatërmbetjet e saj apo inatet e saj apo inatet kushtuar drejt saj nga ana e të tjerëve, Gjeneta t'i sqaron publikisht dhe pikërisht unaza e shumë përfolur që u komentua edhe si unaza e gjestit, më pas ishte Ina, vajza e cila në Top Albania Radio dha një akuzë të rëndë kundër drejt Gjenetës, sepse tha që Gjeneta këtë unazën mund ta ketë marrur nga aksesorët e saj, e ka vënë në gisht dhe ka dashur të luaj rolin e gocës që po komentohet apo që po propozohet e tjerë, por tha mund t'jetë e bërë edhe vetë, e ka bërë tha vetëm për vëmendje dhe për klikime. Dhe pikërisht të ftuara që të dy gocat ditën e dieshme në trotuar, domethënë te Manushi, dua të përgëzoj Manushin në fakt për mënyrën se si ndërton gjërat për t'i marrur klikimet. Gjeneta Fetau arriti që të ketë një përballje me Inën duke ja thënë gjërat në fytyrë. Në fakt, Gjeneta duke që është një protagoniste që me sulm e mbron veten e saj, por Gjeneta ka treguar pse është në këtë karakter. Do me thënë është një vajzë që ka vuajtur shumë në jetë, është një vajzë që ka hequr shumë në jetë, do me thënë jeta e saj private ishte një dram, ishte një dhimbje e madhe që ishte e rritur vetëm, është dashur që të sulmoj të tjerët për të mbrojtur veten, do me thënë njerëzit që janë rritur vetëm e kanë këtë armën, zakonisht të shpëtojnë veten e tyre e sulmojnë tjetrin, dhe pikërisht Gjeneta Fetau këtë gjë bën në historikun e saj në Big Brother. Por, që nga dalja nga Big Brotheri, duke e ditur që është një faktor kryesor i klikimeve, mediat pa marrë parasysh gocat apo çunat merren hollësisht me jetën e Gjenetës, merren hollësisht me lëvizjet e Gjenetës, merren hollësisht me privatësinë e Gjenetës. Shpeshherë komentohej në qoftë se Gjeneta është në një lidhje, më pas u komentua që Gjeneta është e fejuar e gjëra të këtilla. Por në këtë rast, do me thënë, Gjeneta Fetau pati mundësinë dhe pati energjin ditën e djeshme për t'u sqaruar që Ina, do me thënë, beti pa asnjë lloj komenti. Gjeneta duke që i ka hyrë fuqishëm medjes, edhe pse media është një, unë do të thoja media është një ujk që çdo ditë të rëmben të han nga pak, por Gjeneta ka filluar fuqishëm dhe po e bën në fakt këtë gjë fuqishëm, po e bën këtë gjë me një agresion shumë të madh, dhe duke qenë me agresionin e saj, Gjeneta arrije që të nxjerr apo të sqaroj një situatë që ndoshta për dikë është edhe pa sqarueshme. Gjeneta thonte që jeni mësuar që të merrni klikime në shpinën time, por unë gjithmonë në kuptimin e pranoj që është ashtu. Do të thoni pse, sepse vetëm duke luftuar maksimum dhe duke bërë që të hapen tema në një media për një personazh caktuar, do të thënë automatikisht merren klikime në shpinën e saj. Gjeneta Fetau mbrëm triumfoi, do të thënë ka patur një debat që doli fituese drejt Inës, por dëshiroj të marr mendimin tuaj, si u duket qasja e Gjenetës në media, si u duket qëndrimi i Gjenetës në media dhe si u duket Gjeneta në përgjithësi.